Allahu subhanahu wa ta'ala thot, innehu khabirun basir. Vërtet, Allahu është gjithnjohës dhe gjithshikues. El Khabir është një nga emrat e bukur të Allahut të lartësuar. Allahu e njeh mirë dhe imtësisht gjithçka. Ai di mirë ligjet e gjithësisë. Ai i njeh krijesat imtësisht. Ai di të gjitha urtësitë. Prandaj dhe të gjitha punët i bën me urtësi. Të gjitha caktimet e tij janë me urtësi. Ligjet e fesë i ka caktuar në dobi dhe në të mirë të njerëzve. Sa i njeh mirë, i di mirë të mirat dhe ato që janë në dobi të njerëzve. Edhe ligjet e gjithësisë, ku hyjnë edhe ligjet për rregullimin e burimeve në gjithësi. Allahu i lartësuar ka vendosur ligjin e rreshjeve të shiut, sistemin e qarkullimit të ujit në gjithësi. Pra, Allahu i lartësuar drejton dhe punët e furnizimit të krijesave me mjetet e jetesës dhe ai njeh këto mirë. Këtu hyn edhe caktimi i mjeteve të jetesës. Dikujt Allahu i jep më shumë, dikujt më pak, po gjithçka është në të mirën e njerëzve, është në dobi të tyre, është me urtësi. Pra Allahu i lartësuar e njeh, e di mirë se çfarë është në të mirë të njerëzve, përfshi dhe jetesën. Basir, gjithshikues. Allahu shikon gjithçka. Nuk ka gjë që nuk e shikon Allahu i lartësuar. Me shikimin e tij ka përfshirë të tërë gjithësinë, të gjitha krijesat. Përfshi dhe ato që janë më të vogla, janë më të imtë, edhe milingonën në mes të errësirës. Nuk ka gjë që se shef Allahu i lartësuar. Allahu na shikon në të gjitha gjendjet, edhe kur jemi në vetmi, edhe kur jemi në publik. Nuk ka gjë që është e fshehtë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Përderisa e dim se Allahu e shikon gjithçka, e di gjithçka. Na vështron në të gjitha gjendjet, edhe kur jemi në vetmi dhe kur jemi në publik. Atëherë si të mos ruhemi nga gjunahet? Si të mos ruhemi nga Allahu subhanahu wa ta'ala? Si të mos na vijë turp para Allahut? Ndonjëri kur është në vetmi se ka problem që të shoh haram. Për një pjesë të njerëzve, celulari në kohën tonë është bërë sprov. Nuk i mohoj dobit dhe të mirat. Problemi është se shumica e njerëzve këto mjete nuk po i përdorin për të mirë tyre. Se ka programe dobishme dhe të mira që të shërbejnë për jetën, për profesionin, kështu me radhë. Dhe në faktikisht njeriu duhet të shfrytëzojë mjetet për të mirë, për dobit të tij, jo për shkatrimin e vetes, moralit, familjes, dobësimin e fesë. Po ka njerëz që Allahu na ruaj mësojnë vese të ulta dhe punë të turpshme përmes celularit. Dhe celulari, interneti, rrjetet sociale në kohën tonë përhapin lloj-lloj pislluqesh, lloj-lloj gjërash të këqija. Pra ta dim se jemi në vështrimin e Allahut. Na shikon Allahu kudo që të jemi. Nuk do të na vijë turp për Allahut. Allahu i shikon dhe lëvizjet tona, veprat tona. Wa huwa alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwa as-sami'ul 'alim. Allahu i lartësuar, Allahu është ai që të shikon ty kur çohesh për të falë namaz natë dhe lëvizjen tënde në këmbë, ruku dhe në sejdë me ata që falen namaz me ty dhe bien në sejdë me ty në xhamat. I shikon Allahu gjitha. Pra jemi në ndërtimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Si do të arrijë njeriu të bëhet besimtar i mirë, ta kryejë Allahun, ta kryejë adhurimin për Allahun në mënyrë të përsosur, në mënyrë më të mirë. E para, ta ndjejë se është në shikimin e Allahut. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Edhe pse ti nuk e shikon Allahun, nëse nuk arrin të adhurosh Allahun sikur e shikon, të adhurosh me vetdijen se Allahu të shikon ty, çdo gjendje. Ti je i sinqert, ti je i përqendruar në adhurim, i përkushtuar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, të kesh frikë Allahun, ti ruhesh zemrimin dhe dënimin e tij, se shikon Allahu. Pastaj grada më e lartë e ihsanit, përsosjes së adhurimit, të kesh besimin dhe vetdijen e madhe domethënë dhe të adhurosh Allahun sikur e shikon. Pra, të kesh vetdijen sikur e shikon Allahun. Të adhurosh Allahun sikur e shikon ata. Në realitet ne nuk e shohim Allahun.
me as me zemër, as me sy. Por besimi tjetë i madh, vetdia, sikur e shikon Allahu, sikur je para Allahut, edhe e shikon ata. Të jemi të përkushtuar, të kemi frikë Allahut, të madhërojmë Allahun subhanahu wa taala. E lusë Allahun ta përmirësoj gjendjen tonë. Allahu shpëlbeh me të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.